Të dashur qytetarë, të dashur artdashës, përshëndetje për të gjithë. Sonde këtu në Denj fillon edicioni 24 i Festivalit Kombëtar të Folklorit Anademia e Hënë, i cili do të zgjasë 3 net në radhë. Në këtë skenë të bukur të Festivalit të Folklorit Anademia e Hënë, do të performojnë 15 grupe artistike, ku do të ngjiten për herë të parë në skenën madhështore të festivalit dhe do të shpalosin vlerat e përgatitura enkas për këtë edicion. Festivali i Folklorit Anademia e Hënë është themeluar në Denj dhe i kushtohet ngjarjeve të rëndësishme të historisë sonë më të re, gjithsesi mobilizimit të djemve dhe vashave të treves anademisë në luftën tonë shëndare kundër kushtuesit. Fal punës së madhe që ka bërë Këshilli Organizues dhe Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Rahovecit, janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme. Andaj, ju ftoj, juve familjarë të dëshmorëve, invadierët dhe veteranë të luftës, juve artdashës, që të merrni pjesë dhe të kënaqemi bashkë në edicionin 24. Kjo skenë madhështore dhe e bukur e festivalit ju mirëpret të gjithë.